adhurimet I takojnë vetëm Allahut, Zotit Gjithësisë. Mëshirë Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij pastër, dhe për mbi të gjitha të dashur besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë për mbi gjithë ju që jeni këtu sonde bashkë. Allahu ju apranoft adhurimet e gjithë kësaj dite. Allahu ju apranoft agjërimin e Ramazanit. Të ne pranoj të gjithë inshallah. Elhamdulillah, Allahu xhelal na mundsoi që ta agjerojmë. Dhe një nga mundësitë më të mëdha që ju ka dhënë secilit prej jush është me qenë agjerueshëm. Pra, të ka zgjedh I modhi Zot xhelal me miliarda njerëz. Pra të mos them rreth 5 miliard apo 7 miliard apo 8 miliard afërsisht, ti je zgjedh në këto njerëz. Edhe ta dini që I modhi Zot të mirën kur nuk u përtakthejnë të keqe. Veprën e mirë do ta shpërblej I modhi Zot xhelal. Edhe do ta shpërblej shumë. Po sa shumë? Sa që njeriu kur tjetë për para Zotit xhelal do thotë, o Zot, vetëm këtë vepër ta kisha punu, sa po më shpërbleni madhe Zot xhelal. Sa do t'jetë mëshira e Zotit xhelal, deri në shkallë sa që edhe shejtani mallkuar do ta zgjasë qafën ditën e gjykimit, se mos po I takon ai pjesë. Aq shumë do t'japi Zoti. Të shene do flasim çdo natë, pak, pa ju lodhi ju, po I japim rastet atyre që s'kan ardhur akoma, po që I ka vonuar pak iftari për shembull. Edhe do flasim diçka. Po sonte zgjodha për një djalë të ri. Që ti kupton gjonat djali I që ata që ka mbush 15 vjeç. E deri e 30 për hatër. Dhe deri ke 30 për arsye se po të veni re, sidomos në sport, në gjimnastik, kërkohen mosha të reja. Për shembull, është I lloj sporti që quhet futboll. 30 vjeç quhesh I vjetër. E digi, se ma thot me njëni hoxha është shumë rrabë. Ja, 30 vjeç, ato që jenë me 30, 28, 32, 33, quhet skuadër e vjetër. Skuadër e re, me djemë të ri quhet 17, 18, deri 25. Të quhet skuadër e re. Merë në shivi si rëkonzojnë kjo shkenca e sportit. Kështu janë ata që e vrapojnë, kështu e gjenë me sportin e qitjes, me notit, me gjitha lloje. Të shë një djalë I ri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'jetë në hije në arshit Zotit. Hija e arshit Zotit është një diçka e veçantë, e rezervume. Keni shku për shembull kur juftojmë me dasëm apo në për lokale zakonisht thot e rezervuar. Nuk ulesh ato, inshallah je milioner e ka zonë burri uj. Për Zotin. Ti djali I, nga kjo mosh që pyetoni, nga 15 që për arsye se në këtë mosh nuk merresh në llogari për veprat që I kryen. Sepse nuk quhesh moshën madhore, nuk quhesh moshën e pjekur, edhe hala domethënë s'du me e thonë ma për quhesh ke kalamaj. Ma drejt. Aso është kalamaj. Në 13, 14 e këta është kalamaj. Pra është I ri. Nërsa 15 e sipër deri ka kjo moshë që përmenda unë, janë këtë djelë të ri që do t'jenë në hije në arshit Zotit. Hije në arshit Zotit është e rezervume. Nuk është për gjithë. Po një 7 lloj njerëzit do t'jenë në këtë hije. Son të përmendin këtë djalin e ri. Çfarë bën këtë djalin e ri? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, është ai I cili është rret duke adhuruar Zotin. Adhurim Zotin. Duke adhuruar do të thotë, sa dalë në shkolla vje falem në xhami.
Sa të hik nga xhamia shkon punë, ke prindit atje. Ka dyqana, ka tokë, ka shtëpi, ka çfarë ketë atje, shkon punë. Direkt sa të dali nga xhamia për shkak për ditë xhamia. Sa të mbaroj punën atje, vazhdon mësimin. Ky njeri që adhuron Zotin, duke filluar nga kjo moshë, ky është me hije në arshit Zotit. Hija në arshit Zotit ka freskë, nuk ka ders, nuk ka diell. Pra, ai që është në hije në arshit Zotit nuk do të ndjej etje, do të jetë i sigurt. Amo mas harasa të tjerë ke një diell, po jo në këtë diellin që ngrohemi në sot. Po dielli është ulë dhe temperatura e lartë. Pra do të shkoj tjerë sa njerëzit thotë disa do të amalojnë këta kamët, disa deri gëgjojnë, disa deri në brez, disa do i molojnë gretë. Pra nuk ose po rrejt e me hije, pa hija është i Zotit është e veçantë. Dhe ky djalë i ri është njëri i mirë, po që se adhuro Zotin që i zhrahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur edhe këto tjera. Pra ky nuk zëhet me prindit. Se zakonisht sa të bëhat 5-16 vjeç, ti s'di gjoni thot nënë se babës vetë. Inshallah s'ka këtë sonde me ne. Inshallah s'ka me as vivend, se në qovë se arri, që nënës dhe babës ti thosh ti s'di gjoni, jeta jote o problemi më. Se si ka për të hecur nuk e di, po probleme do të kesh. Tjetra, shko mësohat i në shkollë, zëhet me mësosin. Shah mësosin, rreth mësosin, mas shka ka të më shkollë. Rrem shpej, vjerë gjonë. Aja nuk është shkollë. Qofë se të lemri, apo të thonë të të lemrejën të pjestarë të shpijës, nuk jenen hirë në arshit Zotit. Pra ne të kërkojmë që të vesh këtë gjami, që të drejtohesh, që të bëhesh njëri i hajri, që kur dalish në jetë, me të vërtet bëhesh dikush. Çfarë do të thonë dikush? Kush është? A ideali, po. Është besimtari. Puna e parë, shifni, o martu t'i japim në i gozë. Ta martojmë. Puna e parë. Është pa punë, bire të morim punë. E dim që është thëj. Ti esh i kërkuar gjithë lagje. Hikin njerëzit nga shpijet, atë djalin e filonit të lorëm tu. Është nga ta, xhamis që shka falet. E ka kaluar jetën tamam në adhurim ndaj Zotit xhelel xhelaluhu. Pra, këtë të kërkojmë. Ky është ky djalë i ri, të cilin e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe që thotë me të vërtetë do të jetë në hir në arshit të Zotit. Atë pëlqej kështu o tem tri as jo pëlqej. Se shumë i të tri jeni. Veni për herë të parë. Inshallah është e para, po jo e fundit. Do veni edhe herë tjera prap. Hajdeni në xhami, se këtu do t'i merrni ca gjëra të mira. Do të mësoni se për veten tuaj. Do të mësoni se kush është Zoti. Do të mësoni kush u ka sjell negativ, kush u mban negativ. Po këtu do të mësoni me qenë i nërshëm, me qenë i rregull. Po ke për të gjetur edhe i shok mirë këtu. Ke për të gjetur edhe i shok mirë. Nuk mund të ndodhi që këtu të bashkohesh me atë që bën punë të këqija. Pra ke ardhur për herë të parë, vazhdo të vesh prapë. Pse unë nëse do t'ju tregoj juve të gjithë çaj moshë e ka ajo që përmenda unë, djem këtu janë bon shtëpi, janë bon njerëz, kanë marrë edukat, kanë marrë moral të mirë. Nëse s'ke moral të mirë, s'ke burrnis, si ke këto gjë, këto janë lëndë e parë që të mundojnë. Ka do që të shkojsh të fluturosh kështu në përcjell, këto janë lëndë e parë që të mundojnë. Pra, të bëhet se bet kjo natë Ramazani, ky namaz i taravivit, që të bëhesh njëri, nesër të ndryshojsh këti. Ato shok të klasë që i ke ti të thonë, ora, a ishte ky që ishte djeme ne? Nuk po flet, nuk po e shoh mësuesit, po mëson, po sellet mirë. Edhe prindit, sa atëherë keni për na gjithë nomën e keq në neve. A kështu i keni atje në xhamia? A se gjon s'ka përfituar. Por ne themi, përfitoni, do t'ju lutem, izoloni telefonat, mani aty në xhep se boll keni kaluar me telefonat, saqë do të nxjerrin probleme në mesët. Se pa mësuar kështu do t'ju lajnë. Dakor jemi besoj. Ju bekoj Zoti. E inshallah që janë djem të rison të këtu, e vajza të reje do t'jenë në njën e arshit Zotit. Edhe shpresoj të Allahu
edhe ju shpresoni se Allahu xhelle xhelalu thot: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj atyre të cilët kanë bërë gjinofe, kanë bërë gabime, Allahu ka përfshi çdo gjino. Me kusht që të mos i kesh vunë shojt Zotit. Me i vunë shojt Zotit do të thotë, po ka një Zot, po ka një Zot të tjerë. Me ju falë, me ju lutë edhe Zotave të tjerë që i kanë saju njerëzit me dorët e tyre. Zot ju drejtoft, Zot i qoftë i kënaqur me gjithë ju.